U i rrjedhlershëm megjithëse nën shtresën që u vendos Enkas për funksionim më të sigurt te kanali i Berlepencit në Zubin Potok. Një pjesë e këtij materiali u dëmtua një ditë më parë që shërbente si devijim i përkohshëm i rrjedhës së ujit. Folia e cila është vendosur përgjatë bypassit për ta mundësuar funksionimin normal të kanalit është dëmtuar të martën pasdite, megjithëse nuk dihet nëse ky dëm është shkaktuar nga faktori njeri. Organet e rendit kanë nisur hetimet për të zbuluar shkaqet e këtij dëmtimi. Në vend të ngjarjes ka ndalë njësitë policore dhe kanë kryer vendshikimin. Në lidhje me rastin është njoftuar edhe prokurori i shtetit dhe rasti është hapur azhësim apo dëmtim i pasurisë. Rasti është nën hetime. Pavarësisht kësaj, kryetari në IKE i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, thotë se s'ka nevojë për panik. Nuk do të ketë ndërpremje të ujit, nuk ka nevojë për shqetësime. Më mërmenja që aty letë edhe aja mund sanohet aja dëmtim, se nuk ta quajmë asesoj, nuk o pake që është dëmtim i madh. Mirë po, mi gjitha shembull është gjithçka në kontroll, gjithçka në siguri edhe kështu që nuk ka nevojë për panik. Ankuesi ka thënë policisë se dëmi i shkaktuar konsiderohet 3 deri në 4.000 euro. Ky nuk është rasti i parë që kanali i Berlepencit përballet me dëmtime. Pikërisht me 29 nëntor të vitit të kaluar, një shpërthim i vendosur pranë kanalit shkaktoi dëme të konsiderueshme dhe u cilësua nga institucione si sulm terrorist ndaj infrastrukturës kritike të vendit. Ngjarjen aso kohe e dënuan edhe partnerët ndërkombëtar.